Shtesa natyrore e popullsisë u përmirësua në 3 mujorin e tretë të vitit 2025, falë rënjes së numrit të vdekjeve, por lindjet vijojnë të pakësohen. Të dhënat e fundit të Instat tregojnë se Shqipëria po përballet me një rënje të vazhdueshme të lindjeve, e cila nuk kufizohet më vetëm në zonat e thella apo rurale, por po shtrihet në të gjithë territorin. Në 9 mujorin e vitit 2025 kanë lindur gjithsej 16.052 foshnja, me një rënje prej 4.6% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Tirana mbetet e qarku me numrin më të lartë të lindjeve, por ka shënuar një tkurrje të lehtë prej 2.2% në 9 mujorin e vitit 2025, krahasuar me vitin 2024. Nga ana tjetër, Korça ka shënuar rënjen më të fortë të lindjeve në vend, me minus 16.8% në 9 mujorin e vitit 2025. Rënje kanë regjistruar edhe Elbasani, Fieri, Durrësi, Shkodra, Dibra dhe Vlora, ndërsa Berati ka shënuar një rritje të lehtë, ndërkohë që Gjirokastra, Kukësi dhe Lezhë kanë pasur ndryshime minimale.